ruaje burimin tënd. Nuk mund t'i japësh atë që nuk e ke. Asnjëherë. Gjatë përpjekjes tënde për ta ndriçu rrugën e të tjerëve, për t'i ngritur kur rrëzohen dhe për të falur shpresë, t'lutem mos harro të kthehesh tek vetvetja. Shpesh njerëzit me shpirt të madh digjen duke i bë dritë për botën, ndërsa vetë mbeten në një mjegullaj errësirë të konsumuar. Por sakrifica e vërtet nuk është vetë shkatërrimi. Të lutem, gjej kohë për të tërhequr në heshtje. Ushqeje mendjen tënde me dije. Pastroje zemrën me paqe dhe kërko urtësi në vetmi. Ashtu siç toka ka nevojë për stinën e dimrit, që të pushoj para se të lulëzoj sërish, edhe shpirti yt ka nevojë bre për qetësi, që të marrë fuqi e të rigjenerohet. Kujdesesh për veten nuk është egoizëm, jo pasha Zotin. Është përgjegjësi. Vetëm një dritë e mbajtur gjallë me kujdes mund të vazhdoj me ndriçu e me rrezatu gjatë. Krejt në fund, përpara se të jesh udhërrëfyes për të tjerët, bëhu rojtar i paqes tënde.